Një episod i dyshim në armëzjarje është regjistruar gjatë orëve të vona të natës në periferi të kryeqytetit ku një 18 vjeçare është paraqitur për ndihmë mjekësore me plagë në trup. E reja është transportuar me urgjencë drejt spitalit nga 2 persona që ndodheshin me të në momentin e ngjarjes. Nga verifikimet paraporake dhe këshyrja e pamjeve të kamerave të sigurisë, hetuesit kanë konstatuar se incidenti ka ndodhur brenda ambienteve të një biznesi në zonën e Saukut. Fillimisht dyshohet për një vetplagosje, por autoritetet nuk përjashtojnë edhe pista të tjera përfshirë mundësinë që armat përdorur nga një person tjetër. Gjendja shëndetësore e vajzës paraqitet e stabilizuar dhe është rrezikut për jetën, ndërsa hetimet janë përqendruar tek personat që e shoqëruan dhe ata që ndodheshin në vendngjarje. Si pjesë e veprimeve procedurale, policia kanë vënë pranë 2 shtetas me akuzën për moskallëzim krimi dhe përpjekje për të penguar zbardhjen e ngjarjes. Po ashtu, 3 persona të tjerë janë shpallur në kërkim pasi dyshohet se kanë ndërhyrë në vendin e incidentit duke dëmtuar ose zhdukur prova që mund të ndihmonin hetimin. Uniformat blu vijojnë kontrollin për gjetjen e armës së përdorur dhe për kapjen e të kërkuar me qëllim dokumentimin e plotë të rrethanave dhe përgjegjësive ligjore. Autoritetet bëjnë thirrje për bashkëpunim nga çdo person që mund të ketë dieni mbi ngjarje, ndërsa hetimet të mbetet i hapur deri në sqarimin e plotë të asaj se çfarë ka ndodhur.